Në mënyrë sistematike, kontrolli për cilësinë e ujit të pijshëm në Shkodër dhe njësitë administrative bëhet çdo ditë në 22 pika dhe analizat kryhen rregullisht për çdo rast në laboratoret përkatës, fiziko-kimik dhe toksikologjik. Dhurata Hysa, shefe e sektorit të epidemiologjisë në Shkodër, thotë se kjo është mënyra më efikase për të garantuar konsumatorët për sigurinë e ujit që konsumojnë. Bëhet kontrolli çdo ditë në 22 pikat e ujit të ujësjellësit, njëkohësisht edhe të pushtshpimeve. Përveç kontrollit të ujit të pijshëm që është detyrë e institucionit tonë, patjetër që bëhet kontrolli edhe tek qytetarët të cilët ofrojnë vetë për të kontrolluar ujin e pijshëm. Jo vetëm të pushtshpimeve, por edhe të ujësjellësit. Edhe pse ne monitorojmë komplet rrjetin e ujit të ujësjellësit. Me rritjen e temperaturave gjatë verës, shtohen masat e kontrollit. Sigurisht që prioriteti është i vazhdueshëm, por duke qenë se në sezonin e verës paraqitet një rrezikshmëri më e lartë për shkak të ngritjes së temperaturave, rritet njëkohësisht edhe stafi për kontrollin dhe monitorimin e ujit të pijshëm, me qëllim që uji që dërgohet tek qezmat e konsumatorit të jetë i sigurt dhe të mos ketë problematika të cilat mund të jenë gastrointestinale. Bazuar në këto analiza, bëhen edhe vlerësimet rast pas rasti. Bazuar në analizat fiziko-kimike, bakteriologjike, organoleptike, ne bëjmë vlerësimin e ujit të pijshëm. Në problematika bazuar në këto kontrole në laboratoret përkatëse, atëherë ne marrim masat tona përkatëse, mos ka ndonjë defekt teknik, duke u lidhur njëkohësisht edhe me ndërmarrjen e ujësjellësit. Qytetarët që kanë puse janë të mirëpritur të bëjnë analizat e ujit pranë këtij laboratori kundrejt tarifave minimale. Është një tarifë që mendoj se është minimale, 10.000 lekë të vjetra për të analizuar në 2 laboratoret fiziko-kimike dhe bakteriologjike. Patjetër që sigurohet për cilësinë e ujit, njëkohësisht me marrjen e dokumentacionit, ne i tregojmë rezultatin dhe nëse duhet konsumuar apo jo, ose në një orientim për si duhet vepruar në të tilla raste. Nisur nga projekte që po zbatohen në Shkodër për infrastrukturën, është rritur bashkërëndimi i punës me ndërmarrjen e ujësjelljes kanalizimeve dhe firmat e ndërtimit për të qenë më të vëmendshëm në ruajtjen e rrjetit të tubacioneve të ujit të pijshëm dhe në njoftimin sa më të shpejt në rastet kur mund të ketë dëmtime që të ndërhyet për të mos lejuar ndotjen e ujit.